saga që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek nga ju, i prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Jalshova mikrofonin Fionës se kamerën vetës. Që çfarë kombinimi, ej. Përshëndetje për gjithë juve që jeni të shoqëruar me Glam Radio dhe me Koha Vizionin, po shpresojmë që e keni shijuar ditën sot edhe që tash ja nisi me roshi se vish e poshtë, peshoj tash që po para lajmëru shi, po mendum që s'ka me pas se ke dita e mirë me diell, tash fit. Mos menoni edhe ju, kum thon tash është koha. Po gja shumë. Për me pas ato të shiut ka të shkoni me vetë. Po dëshpromi, tu e ditë që jena në vjesh, domethënë. Po presim bora. Mire po ti a di që thëm marrë mirë shkon me rap bor bre pe pres. Edhe shi nuk është keq. Kur s'ka shi tha bën edhe breshën. Përdyshe ju që jeni në komunikacion këto momente mundeni me na dërgu informata sa i përket komunikacionit, ku janë ato pjesë më të ngarkuara, po ju presim nga tani në 049978978. E gjithashtu kena ju prit edhe për një temë shumë interesante, për cilën gjë në jetë ke pasur shumë durim. Domethënë çka është ajo që ty të ka bo për me pas shumë durim. Me tregu durim, se është dash me tregu durim, edhe ju mundni me na tregu se cila është ajo gjë. Në 049978978, që ku është momenti tash kolegja ime ma e rem ju drejtu kështu radadadam. Popullit. Po. Përshëndetje gjithëve, temën e dëgjut, bashkë na me qenë për një orë me KTV-n edhe me Glam Radio një gozisht, ndërsa në pjesën e dytë si zakonisht kena me qenë vetëm me Glam Radio. Kjo është e premtja për këtë javë, kështu që po e presim një super fundjavë. Mos harroni Glam Radio, po edhe në KTV gjithashtu keni me pas emisione të shumta që keni me pas mundësi me shiju gjatë gjithë fundjavës. Po e dëgjojmë këngën e parë për sot, mos harroni, pasi të rikthehemi presim përveç telefonatave edhe info se çysh është komunikacioni në këtë moment. Syt, Azet, Dardan, Burata Dora, Motrat Mustafa, vëllezrit Itali. Ta mërmenja që je tregu i durushëm. Fiona gjithmonë i durushëm, edhe jo me njëherë me eksplodu. Gjithmonë kam duruar, po qaj durim ka shpërbly, thoti. Të është shpërbly. Do me thonë në përgjithësi jeni person i durushëm. Nuk eksplodon, nuk nervozohesh. Shumë ti për vete. Jo, më nervozohe, gjithkush nervozohet, po jo me njëherë. Ma shumë e mojnë vreti. Krejt nervozomi, ajo s'ka diskutim, se pana i prish nervat, dikush ose diçka s'ka shanca, për mënyra që shë reagojmë ndaj situatës që ajo na bën me dallu njëri prej tjetrit. Abedin të përshëndes shumë, e pash një super fundjavë edhe pse ftoftë pas keni, po tash kohën e kohës, kemi çka me bo, faleminderit. Ju përshëndes shumë, vesh në mirë edhe atë pishinën. Ja, cimi mo nuk di ma shumë. Që ku mbo Abedin, thash nësë është në zetë e kom a icën për funi. Po, nësë është ftoft e kom gjemperin për mi, kështu që e bona një farë kombinimi. Plus e ku marrë një lek në të qilon që aty. Gjindët. Le të qilon. Tong Abedin, kalon shmirë. Tong, falemderit. Au fidërzi. Kolon është... Kur të mërini farmoshit caktume, do të më kujdes pak për shmetës. Po do shmi mojtë senet, aj që i bon s'kon, kanë thonë këta që e kam provu. Për ndryshe, ku me të bresh sheki na dërgoj një foto për na tregon për pjesën e rrugës Luana Radina në drejtim për tek rruga UÇK, që qenka e ngarkuar. Edhe një foto tjetër, jo, po një mesazh ma herët tha, a peqel një bre, a din? Florimi është kë. Thash po e qelim. Dyqanina? Po. Hapur jemi Florim. 24 në 7. Jo, pas 24 në 7, po. Hapur jena. Unë e Fiona s'jena këtu 24 në 7, amo diçka ko. Po, diçka ko. Po. Ajde ja bojmë diqysh me t'jam shumë. Alo, dalim. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje mira. Kush na përshëndet me të mira? Ramizi. Si e Ramiz? Mirë Jusini. Si e ke pas ditën sot? Dita pak do po mirë me dili. Po më vjen shumë mirë. Më thonë edhe ti me motin një kështu, okej. Hajde Ramiz, tregon jutna se për cilën gjë ke pas shumë durim në jetë. Çka është një diçka që ke pas shumë durim në jetë, që është dashur ndoshta edhe me pas durim në jetë për me arrit sukses. Po durim në jetë që ke vujt
du me pas dorim për me pas diçka. Që 34 vjeta 5. Edhe njerë qysh e thesës? Po thëm dorim që jetojnë mërgim që 35 vjetë. Do më thënë ke pos e shumë mirë, se që ato mërgim nuk e ka pa. Do më thënë kjo është që ke pos shumë durim njetë me jetu në mërgim për me mujtë me arrit ku ke arrit sot. Faleminderit shumë që na ke thirr ora mes edhe pas një pasditet mrekullueshme. Me ju bashk. Ju përshëndes. Kalofsh mirë. Faleminderit. Për ndryshe për juve që s'keni durim, po dëni me njerë me nxjerr një bilet në drejtim Gjermanisë, Vizës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit dhe Anasjeltas, a ne e knej, Anasjeltas, a ne e knej shune. Prishtina Ticket.net është operatori në aeroportin e Prishtinës që është më i madhi, edhe që ju ofron çmimet më ekonomike. Kështu që nëse keni me udhëtim këtë destinacione, mos supni kohë që në Prishtina Ticket.net, që telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Mi po dive. Naser qëshje, a je mirë? Mirë, faleminderit. Në emri Stanita veç prej Podujevës, po ma mur me andja qeti. Tregom që është atje koha. Me dialog ko, normal ta jeshta, në ngradë që tash është. Në ngradë, pse mu këtu për ma qetë 14? Pas ka prisht. Po diva pa ko dalime pak. Pak, po bashkë me pas 6 gradë, 5, është ko gjashëm. Naser, Shmangat morë. për cilin gjë në jetë, konsideron që ke pas ma shumë durim? Pak nështë edhe si bëj hajgore, po edhe pak e si për hajgore. Vëllo e ndaj gruës edhe fëmive, ndaj gruës, kum pos durim. Ja ke po gruja anën për fëmive ma shumë me mëndon më takni fjole durim. I kështi duhen gjepa, edhe kum dëru, ma mirë. Edhe durët edhe gjuhën, po mdokot. Kështi durë në gjep, atë kësy të naj. E qka i bjen kjo anon ma shumë ka fëmit? Qëta së mujta me kuptu? Burri u fletë fëmive, e gre lidhjes që në vëgë, hajse bohën mirë, ta së bohën mirë, e ta është mirë kërë e ko për krojën, ose penjonë, ose pejbobit, të në është problem, dhe me qitë pakën. Okej. Faleminderit shumë Naser, përshëndesim. Kaleni mirë. Ajde gjithat mirat, faleminderit shumë. Para se me shku te komunikacioni, mos harroni me vizitu Enzën këtë fundjavë, se atje ju kemi tregu prej fillimit të nëntorit që ka nis Black Friday shumë moti atje, keni zbritje të çmendura deri në 70%. Do me thonë, bukfalisht mujna me thonë çmendura, kur po mdalin do me oferta të çmendura deri në 20%, ku je nisbre. Po fuç ka 20 deri në 30%. Po gëzosh, a mos 70%, sidomos për shembull. Sidomos në mobilje, do me thonë është zbritje kogja e madhe që duhet me pas parasysh. Për shembull, keni tavolinë të kafes përveç 99 euro. Keni kënd ndeje përveç 699 euro. Tavolinë të ngrënjes për 169 euro. E këto po që jenë zbritje të çmendura. Kështu që shkoni në Enza, përveç kësaj e keni edhe linjën e Yatash Bedding, keni dyshek për 249 euro. Është fjala për dyshek dopjo për 2 persona. Kështu që shkoni shfrytëzoni zbritjet, keni kohë dhe pak ditë në Enza Home. Por ndryshe po nëse doni më taku që të vikend 12 aty ka me shku. I me shku. Po shkoj Donik, bënë gati kafen, se jo i kom do kafet. Mira, hajde këshyrin. Donik, pranon të mësafer? Vionën le te atoshi që e. Nëse jam në Kosovë, kuptohet. Apo kupton. Se janë të gjana. Janë të gjana. Qasja për të kreti i Qaklavicës është me kolon gjatë, po vazhdojme që jenë pjesë e ngarkuar edhe dalja autostradës nga Fush Kosova për në Veternik, Fush Kosova kolon nga AKI-a. Më thonë, aty fillon kolona, nga Prishtina pibjen, deri tek rrethi i Fush Kosovës, dhe Anasjeltas nga rrethi i zonës industriale, deri tek udhkryqi i katedralës. Pastaj me kolon shumë gjatë e keni pjesën nga fshati Shkabaj deri poshtë Veternikut. Alo, përshëndetje, mos të lojna me prit. Kam një lajm të mirë për ty tani. Faleminderit. Përshëndetje, doja ju përshëndetje. Ku je, more doj? Përshëndetje, doj. Bash mirë që me thirë që shtë nipin çdo të premte. Po, se doja për nipin që të fushka. Po, mi që ka nis me marrë dinati pak, doj. Për i dojës tem. O doj, a mo doja për nipin e hanë dhe pullën? Po, edhe për mesën. Edhe për mesën am. Për mesën ma shumë e kishon edhe nipi për dojën du të me qitë pullën. Doj, që ka ke bona i sen mas shumë ti për nipa edhe për mbesa? Valoj, gjithë shka që kom mujtë në këtë jetë. Bash po du me ditë se është e vërtet që është një far raporti mes dojës, nipave, mbesave, është interesant. Po du me ditë se që ka zënë.
S'po di se nuk ka sen që s'kon bo për ta. Do më thonë, nëse ka kërku diçka nipi ose mbesa, i ke lënë do sen e keq edhe e ke bo. Për nipin e kur jam shku në Zarë, se kom punu me Zarë, jam hi në botek edhe kom po një loj aty, edhe e pyta atë shqitësën sa, kushton kjo, tha 2.000 marka në atë ko. 2.000 marka, po? 2.000 marka. I bjen 20.000 euro të sotit, po? Po, tash bëma gati, tash të se për marë. O ta një fshat mi. Aty, tha, ku tha të kësha pas mina, po nipin, tha, Dukati tha s'ja kësha ble. E more, doj, që si doj du të me pas. O doj, Orna. E kena një pyetje sot tjetër është, për cilën gjë në jetë ke pasur shumë durim? Shumë durim kam pas për protezat e dhëmbe. Që më dulin tem doja. Se doja të dash me majtë shumë, Jo, që krejt tjetër se në ka ndodhë. Hajde, regona. Në mik jemi, shkoj kënë dashëm, Po? a grëmbra, a ka mundësi në përme me dhonë hua që ata protezat e dhëmbe, po dhe që bre. Që ke fore? I ka doja dhe si fore. Doj, e pa ta tregu një rast tjetër me telefax që ka qenë atere. Po se dia ma ke nishit farfore, në gjari e vërtet u konë kjo, s'pe përmeni, se mos po më gënë dikush e tani prekas, po. Edhe kjo në gjari e vërtet, po s'po beson? Po, asiron ta mën, Doj, astron ta mën. Jo. Jo, bedoj, s'po bëshe. S'po bëjshë! S'po bëj këtë kaj. O Doj, po të përshëndesim shumë, je i mrekullueshëm. Edhe unë ju përshëndes, ju përqafoj shumë, ju dua. Faleminderit Doj, dhe na pytojna shumë. Qështu edhe me telefax o i fiun, hajtë se ta të regoj, nuk e di, po ose ta rikujtej se është, më thoni, farfore që s'mu isha me besu. Po qashtu kanë qenë rrethonat atër u dorë qashtu me bo. Sa i përket komunikacionit, po vazhdojnë me arrit informata, po vazhdojnë me na tregu për pjesë matë ngarkuara rruga Tirana, ka kolon për të kreti prapa stadiumit, vazhdojnë kolona në rrugën UÇK dhe në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. Vazhdojnë me qenë shumë e ngarkuar qendra e Prishtinës për tek rruga UÇK dhe rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës. Pastaj kolon shumë e gjatë, po vazhdojnë me qenë qasja për tek rrethi i Çaklavicës dhe nga Prishtina saksisht nga AKI-a Tutje deri tek rrethi i Fushë Kosovës, kolon shumë e gjatë në këto momente. Hajde telefonata atje. Hajde po e marrim telefonatën tani ta jap lajmin e mirë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Emrin edhe një herë? Fabilia nga Suedia. Qyshe kemi Suedin? Kemi shumë telefonus, shumë shikues nga Suedia. Ju përshëndes krejtve. Faleminderit edhe na juve ashtu. Faleminderit. -7. Po këni të mërdhia? Ja na ngrit krejt si kompirat. Për cilën gjë një ke kishtë një mrena pas? kompirat musile me të ngri jashtë? Ja, Ka frizat i kanë jashtë. Me frizën zënë të e bo Me minus friz një. vetë, një krejt. Hajde tregon për çka ke pas mas shumë ti durim në jetë. Për zote, kur piskat ke bashkërdese, kur piskat ke e krit ma hollën e qenkën kom. Unë nuk po shahes, rrisha si bub. Edhe do me thonë ke duru Deri me një moment. Në verbale po i bjen. Po te ju fta kaj, kur ta një këthesha unë. Merene keni boa. Sa e mirë kesh që kjo. Do më thonë te pre që dej sostovet, a më para me në që ka Se bo si tani që kjo. jashtë më ngri pak ma shpejt. Kupa e kërëndze, kishtë tërship, që tjasta s'kërkën. Do më thonë e keni bo merena, një arru që fryo a i mirë, tani ti. Kër janë nalë ka e kry, ke krejt më pajsha që qëtu, i pajsha, po shka kibre që po pisket, për shka po pa. E ke dit, ti e ke dit. Nejse se këto tema pak më shqetsojnë, s'këm qaf me diskutu Jo me këto. ka qenë një farë vërtime e lezetshme. E ka dit Uroj. se po nejse. Po. Qeshë si që po kesh. Okej. Ate. E di që ki qef e nxerë ma të mirën prej mua beteve, që shikujtu një nxarje, për ka piskata i shumë. E di unë. E të përqafojmë shumë, falimderit, fundjavë të këndshme. Një përshëndes shumë për zame shtë. Edhe na ju përshëndesim juve, falimderit. Shumë falimderit për telefonatën. Jemi mrekullu shumë. Falimderit. Përshëndes shumë me një natë. Falimderit. Hajtë për shka të se mëse malja pik tash. Pas moj se po Jo, tash pe qel temën. Po qashtu ka bërtit se ai
Do më thoni ka thonë që të qajtë të ka thonë s'ka qaj sonte. Edhe ai për të njerëz ka pas qare, pa vërtit Po thu që aty është krejt muhabet, ja. Okej. Le tjetë të qaj. Pelojmë që ashtu masi po kishe. Lobi thas arrut me përmend trenin. Kish pasort. E kena mbyll dritaren, nuk e kena dëgju, kështu që besoj pas ka kalu se 4-14-15 kalon. Por jo breveç që u rrit niveli I liçeneve në Kosovë. Por me është lajm I mirë. Herën e fundit kur e kum pa Badovcin ka qenë për me alarmante. Koqa shumë ka qenë në nivel. Kajak festi ku ka aty nalt, domethënë deri aty ka qenë ujë. Ke mujt me hes, ke mujt me hes, ti me hes për me gjet ujin dikon. Por ajo është problem viteve të fundit, domethënë. Ka mbi 20 vjet që kemi problem të tillë. Nëse kompania rajonale ujësjellësit Prishtina kanë treguar që për shkak të treshjeve që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, domethënë për kaq pak ditë sa kemi pas treshje, ka rritur që për 1.3 metra me u rrit niveli I ujit në Batllov, në Badovc, ndërsa 1.4 në Batllov. Nuk është mjaftueshëm, por sidoqë të jetë Por ndryshe po ka shumë probleme me pjesën e Arbëris, disa lagjeve. Ka shkaktu turbullira, po edhe në qendrën e vjetër të qytetit ka pas ndërprerje të reduktime të ujit, po besoj që ka ndodhur ose për ndonjë prishje ose edhe për shkak të turbullirave që janë shkaktu për shkak të treshjeve derisa ta rregullojnë. Po edhe një deponi tjetër aty endre as në rezervë mos bani fore. Kush më bë? Pa I vullneti me pas se tani ajo bëhet vetë. Vullnet, a mund është pyetna me bë diçka? Ku je? Vullneti ka te rrethi I zonës industriale Fush Kosovë në drejtim për në Prishtinë edhe është ngolon gjatë. Rruga e Mbar. Po çfarë kolon e gjatë. Qëta du të me pas durim. Qyre, java e fundit ka qenë kogja e dendur, edhe qka ku mujt me pa, ka pas shumë vetura me targat huaja, që do të thotë nga diaspora kemi vizita në këtë muj, nuk e di pse. A është për shkak 28 nëntorit që vinë, a nuk e di për çka, a ka naj pauzë dhe ati naj përshema. Mi thonë kryetarit komunës. Kom pa kogja prej diasporës. Kryetar, që ti shatu shtëpiza ma herët. Së zbot nami mus ma prit, një 10-torin. Kanë fillu plot me I dekoru lokalet, qendrat, ka shumë qytete evropiane që veç kanë nisë me dekorim. Hajde ju lutem, po zgjata, a ka buxhet shtrohet pyetja? Po, leti qesin, na vet ina që aty naj qaj, naj diçka e maroj, na vish qit një jo. Leni që aty. Ata do të me dalt me të nder, por me marrë dikush. Kur ju të nderi asoj punë, mati. Po thu, ka pi maca uj. I boft mirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Enisi si kalon? Mirë Arsen, për jetë ras prej aeroportit Prishtinës. Qa jetë të thoni me në aeroport as, po t'jojnë me dal kneja? Qa shkollun, Arsen, mos harë dhe qëta me kalzu që prej Fush Kosovë, deri këtu jenë metë në kollun. Tanë po vim po të morë. Unë u myta të treguaj e njës, po ti në aeroplan së më keni? Spjafshojnë radio në aeroplan juve, jo? Jo, tash je mullë qëto edhe po pres. Ndëgja, më shkollon shumë e madhe, po edhe për me ardhë në Prishtinë edhe nga Prishtina për me ardhë atje, edhe po kush dë që ka me udhëtu edhe ka me marrë rrugë për aeroport, ka o fluturim këto momente, letë nisët ma herët, se a di që thojnë 3 orë ma herët. Se është do me thonë një... Nëse është 2 orë, bilet pak të në edhe 1 orë, unë jam po thonë edhe 1 orë e gjyës ma herët në njëzë. Për ndrysh ata që e din rrugën ka magura, mira, mundën, se është pak ma letë, po është pak ma larkë. Hajde të regëm të lutë na... Ti se dina çfarë teme kena sot, apo? Jo, e dëgjuva një, që pa... Po më vjen mirë. Për cilën... Po të thirën se kanë më rri, po? Unë arsim. Për çka ke pas durim njëtë shumë? Për djallë. Për djallë, kom pas durim, jashtë zakonisht shumë. Tjera, unë e kom durim gjithë shka, ma këto është numër 1. Ajo është do me thonë numër 1, që ke pas durim shumë. Numër 1, që me edhe kam, edhe deri sa t'jem gjallë, kam e pas gjithë. Qysh po I shkëm puna? Mirë që po mduket që tash janë të më thirë, po mduket që të dikon ofer janë. Ka dalë, falim derit shumë. Kalosh mirë, vjen mirë që kjo ardhë. Kush po del me të morë, do është me vetë, po që apet të thirë. Po tash leje, letë mirët vesh me njerës. Na ka ardhë një mesazh, mesazhet që po I dërgoni ka njerë shonë së më mikë, për shkak thirjeve, kështu që po shpesoj që kina me hasë mirë kuptim, që po thot efekti Black Friday, po efekti Black Friday sot, po që u botë njavën, nejse, I
IPCO, për juve që jeni orë në Kosovë dhe duni me pas një numër, atëre duni me marrë numrin e IPCO që qeni edhe në aeroport atje, ose për juve që jeni me para pagemi, keni 3 super pako, tip mini, tip super, tip max. Tip max i ka 500 minuta 100 SMS 15 plus 15 GB, tip super i ka 300 minuta 100 SMS 8 plus 8 GB dhe tip mini vjen me 200 minuta 100 SMS 3 plus 3 GB. Mundeni me shku njanin prej dyqaneve tip, kos me aktivizu dhe me marrë ma shumë informata. Hajde, telefonata. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Me kë po flasim? Zgjodhir për Austrisë. Nuk e di. Plot. Qysh je, Val? Mirë, faleminderit. Qysh e kemi Austrinë? A ka nis mu dekorua jo? Se që te me patë me cimin që ka nis me tash në të pak të rrjete sociale, se s'po di kështu. Ka nis ato shtëpiat e drunit që tha cima pak më herët me Christmas market. Ku jeton Val se kom harru? Në cilin? Vels ofër Linti. Okej. A është bukur atje ai tregu i Krishtlindjes? Super. Se për vjen e di që është ndër më të bukurit në Evropë, po ma mërmenja që edhe në qytete tjera. Super, është ka nisë pësot ka rabë orë. Po, një borë në zetë, s'ka mujtë me mblutu, këndë veç është të ka rabë gjithë tip. Veç sa për me në arrit pak energjin. E kësha pas qef shumë me vizitu Austrinë gjatë festave të fund vitit. Val, për çka je tregu i durushëm në jetë? A ka diçka që e konsideron vetën që ke tregu durim? Dorim kështu dorim domosdoshëm. Dorim domosdoshëm. O me qare o pa qare? Dorim me domosdoshëm që e kam kalu shumë herë. Me shumë vjetë. Për? Sa kam nalë në kufe, për shembull, kur këna inë kufe, u duf me nxjerr dhe letra të udhëtimit na për këshijat e të mu kalu, a përdin? Okej. Do më thonë ato problemet, pritjet e gjata? Qato, tashti, une me zgatë për kryta e doganjere, atë, theke, sa vjeta e kinë kërë të shak 4, apo dënë për 10 minuta më kalu, apo për një orë. Një orë mu më ka thonë, një orë. Ose 2 orë ka ndohë, ma shumë ka thonë 10, jo. Kom thonë, kështë spediu në zonë gjithë. Për 10 minuta, mëre? Po, dhe qa më bënherë për 10 minuta, okej, 100 herë. Dhe me thonë ju kanë detyru me dhonë... Gjithë 20 vjetë, gjithë në dhonë pare për më kalu. Okej, a ka opcione tjera më interesën se kjo puna e pritjeve zgjata është, do me thonë, prej se maj vetën men, a ka opcione tjera? Ja, tash e kena me lëtën e vëdim, që ka 3, ka 5 që i kjo qeveria tjetër, dhe ka bo vesh me lëtën e vëdima. Jo, me shku, do me thonë, mos me kalu ani heq. Do të miro ka mali zi me orë Shqipëni, anek ne është shumë ma gjatë. Ka Kroacia. Tash të verës unë e vijgjët, ka Kroacia, Sloveni, Kroaci, Malzi, ri 50-0, tani vinë Kosovë, gjithë. A peshe që ka zgjidhje? Ka zgjidhje, po s'po më pëlqen që po më nolin që aty s'po vinë këtu drejt, se po milojnë do para atje, lemi këtu parët, ja, peshe ku po më dhe mu. Ma mirë që atje se që aty ku i kanë lonë. Po ja i gare, së është edhe shumë asigur me Irani. Dorim i detyrueshëm që s'ke posqare pa duru. Para folësja që na telefonoj, se dia këtu na dëgju, Enisa që ke. Enisa na ka tregu para disa viteve, nuk e mbajnë mend saksisht kur, nuk e dia ka qenë emision a privatisht. Na ka tregu sa ai zakonisht ka udhëtuar me autobus për shkak të gjendjes shëndetësore të djalit dhe na ka tregu që ka ndodhur deri në 30 e diçka orë ka prit në kufi. Aty ku e përmendet ti? Ja, atë shumë s'ka ndodha, na veç e di si na u bëshëm ka 20. Enisa është nana, baba, vllau, tezja, daja, agja i durimit. Valt, përqafojmë shumë, shihemi, faleminderit. Ju përshëndes, jeni shumë mirë, ju përshëndes shumë. Bashkë me juve, faleminderit. Po, shumë qashtë. Po reagojnë këta të Ulqinit, po thonë që apo jo më dhe Ulqinit, mësë më kesh kuptani mu, po ne, vesh ashtu. Ani kush po fol, për Ulqin, dhe me thonë. Njeri i dashuruan Ulqin. Qere, para si me shku në Albi, po du me shku pak të Autotrade të Toyota, për krejt ju që po me ndoni këtë fund vit me bo një ndryshim pozitiv në jetën e juj, ose edhe një dhurat mja bo vetës të bukur, shkoni në Autotrade, sepse ju kemi të regu që i keni modelet më të mira të Toyotës, që ju ofrojnë garancion 10 vjeçar, mbulimi plot, do me thonë, për motorin, për pjesë kryesore, po ma mirë për krejt detajet është me shku atje, me bisedu me ekipin, me stafin, ju sqarojnë nga A deri në Zh për Toyotën. Edhe t'jeni të bindur që keni më u dashuru me Toyotën. Këta nuk pja u thonë veç hajt, po kur ta të testoni ose test drive gjëllëcimi, keni më u bind për kualitetin, komoditetin edhe gjithë shka tjetër që kanë veturat hibride të Toyotës.
nisur për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundësu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mosu më rëzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbaron. 049978 po rikthehemi dhe po vazhdojmë po presim informatat e juaja rreth komunikacionit për ato pjesë më pak ngarkuara se kishit ngarku me krejt. Për juve që jeni me vetura këto momente dhe keni nevojë për derivate, ju rikujtoj që Petrol Company ka derivatet më cilësore, ku bëni ma shumë kilometra, kujdesni ma shumë për motorin e veturës tuaj, e të njëjtën kohë aty mundri me gjetë dhe bia për restoran nëse doni me undal më kujdes pak edhe për veten, për motorin tuaj, dhe me u bo pjesë e lojës shpërblyese më kujdes pak edhe atin tuaj. Kreti keni një vend, nalni në Petrol Company edhe kreti keni që aty. Me bo me shkru në s'dimi lezu. Më thonë, e shkruva, vesh më dogot që se kum shkru vet. Kreti ka të printume që aty të përgatitura, veç bot këshe spontanisht për i lexoj. Ska lidhje. Ku është kolona në Valoni, na ka dërgu një foto për na tregon për një pjesë Valon, fshijeni erë ato gjamin e veturës, hajt. Po te ma shumë shi se sa foto, s'po shoh kur gjo. Ani Valoni. Foto romantike. Ani Valoni, po. Artistike. Preta po muj. Qysh me ditoj fion këtë foto ku është. Hajt tregon. Nalveç pak. Jo, më shpak unë e pedi ku është, kjo është nga rrethi duplex me vazhdu tutjet e stacioni autobusve, e me shku në Veternik, është me kolon kjo pjesë. Ajo pjesë gjithë është me kolon. Që tash ka bu me foton tjetër, kjo që bën djali i mirë, që tash me foton tjetër, që sa bukur e ka bu, foton edhe tash shihet shumë ma mirë. Faleminderit për foton që na ke dërgu, faleminderit jemi mrekullueshëm. Edhe na po e shohim prej këtu, veç pak më larg. A tregoj edhe ku ka kolon tjetër kon. Hajde bre. Kolon shumë e madhe është qasja për dekreti i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës. Kolon shumë e madhe është pjesa nga OKI-a deri te rrethi i Fushë Kosovës dhe kolon e madhe është për mjuqas pjesës poshtë Veternikut nga fshati Shkabaj. Pastaj hyrja në Prishtinë po kuptohet me kolon deri tek kryqi i katedrales. Ka ndal me bonaj xhiro. Ti shkon koha e mirë me shkundeti, ju kisha kuptuar që kena marr rrugë me shku dikon. Po ku jeni nis këtë shi. Astrid, ku jeti Astrid? Ku jeni këto momente? Çe dritat e gata, lutna. Po shihet Velania koka me kolon. Shumë faleminderit Astrid, përshëndes shumë. Astrid Djali. Alo. Astrid Djali. Qaj Astrid do më thonë është pak, pa ju kanë zbardh flok, po do më thonë është qaj, prej që e një. Po dhe se që ata tash foli për veti. Alo, përshëndetje, për qofi Astrid. Alo. Hajde Qazim, se ai në telefon s'po dënë me fol. Si e si kalon? Mirë, bukur. Po më vjen shumë mirë. O, Qazim. A kina i sen për kollë të Fionës. Për cilën shumë durim jena tu kallzu, po hajt. U s'di qysh po mohat. Për cilën gjë jetë ke pasur shumë durim. Mjallë po thot.
Dërlime e ku po. Dërlime e ku po, ku ka orë kurica me bateria. Do më thonë ke pas shumë dërim deri sa të ka ardhë karroca me bateria ose me tash se edhe ato i mbo. Edhe që ty tash të mundësën për me lëviz shumë ma mira, po? Okej. Faleminderit shumë që na ke thirrë Qazim. Kalofsh mire pas një pasditë të mrekullueshme, për ndryshe në këto momente se peshoj tash u bën nxehtë tash me shpallim zyrtarisht çka? Me shpall zyrtarisht ndezjen e midejes dhe mi thon inteligjencës artificiale, ai e tu e posa nxehtë pi vjen arsimit, edhe ajo e mërdhin. Por ndryshe, ju që doni me pas kondicioner me inteligjencë artificiale, po s'po duhen me çështu po du, edhe për ndryshe ju që doni me pas kondicioner me inteligjencë artificiale që kursen energji elektrike 30% më shumë, ju doni me pas kondicionerët me ideja që i keni me super ofertë, super çmime, domethënë, s'ka subvencion, këta ta bojnë zbritjen pas subvencion, edhe e merr me super ofertë kondicionerin me inteligjencë artificiale nga Midea. Fiona me tu e këshir komunikacionin dhe vish po me dorë, kështu që ku koka. Alo, telefonata. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Çpak se. Mirë, faleminderit. Kush na telefonon? La Krishtja është merr. Edon prej nga Vnathir, edhe çka i tu dëgjuam prapavi? Wallahi në muzikë tjetër fatkeqësisht. Thuaj veç pak asoj. Muzikës Nalo. Kush është këtu? Nalo thuaj veç pak. Se po na shqetëson. Edon prej nga Vnathir, ku punon? Më është më na tregu. Po just Max Travel. Okej. Edhe thash mas parim një përshëndet. Edhe na përshëndesim Edon. Ja, bënin. Mirë. Edhe tash mja u prish, hajde na skriptën që e keni të shkruar me çka keni me bot, atë këtë mja u prish. Off script. Okej, hajde. Për çka ke tregu durim Edon? Na keni përgatit një reklam, edhe ka dalë shumë e mirë. Për një destinacion shumë të mirë. Fatkeqësisht, veç duhem me bën në ndryshim të vogël, në thonë arsimet, apo janë nëse po shkojnë në Shqipëri. Çka do të më thonë arsimit? Po bites kjo punë. A do të më marr shkurt, a do të më marr Fionën me vetja shorcët? Veç pak. Kësaj herë merr vetë shorcët. E Fionën ku më lën o e dën? Nalma çfarë? Kadal. Fionën e çojnë javën tjetër. Okej. Qysh edhe një herë ta? Qysh edhe një herë? Ty javën tjetër a mu thave shorcët me rebeli. Okej, do me thonë për mos me mungu të dyte ka fjallëm. O, besaj kujdes shumë. 27 gradësh. 27, sa mirë. Me je kreu më? E javën tjetër e danë? 32. Javën tjetër, 40 qatë që dikon. Edhe ma mirë. Po paramena çfarë shpete kështu. Do me thonë reklama ata të ka pëlqy qaq shumë. Halo, është të fola jo. Na ja zonin që asoj. Vetë pak dalë maknejse, pëdin, Max Travel jena bizne. E dën? Po. Do me thonë punën që e bëni, ju duni me pas shumë dorem. A mund është me na tregu na i farasti, kur u dosh definitivisht se na, si klient, a din shkojna në pushim edhe menojna që me qatë çmimi morëm krejt ka njëherë. Përveç asaj, edhe si klient potencial, jemi shumë të bezdisshëm ka njëherë. Se i kena ato pyetjet, stërpyetjet, do me thonë nuk e di, polis na prej metës. Me që të vjen edhe një ari në vetërnik, a din, e kena dhe me thonë, ti po ma epë çmimin, po ma epë edhe do tokë në vetërnik, letu më qilën që aty. Kalzoma rasti kër u dosh me pas shumë dorem. Në punë që e donë. Na zakonisht folim për sa në qia edhe për eksperiencat këqia, po për ja u tregoj shpejt një eksperiencë pozitive që i ka ndonë një klientit tonë para 2 vjetëve. Ka bërë një rezervim me një prej hoteleve më të shtrajta në Antalya, dhe kur shkon mëngjes, mrin, domethënë krejt klientat tonë edhe në mrin ora 7:30 në hotel, ai djali në recepcion i thotë zotni po vjen keq, dhomën nuk e kena gati çitash. Po mundohem me bë gati në kohën më të shpejt. Edhe ky klienti jonë thotë mu nuk kam vënë dhoma hiç, thotë unë po shkoj tash në plazh deri në ora 7 mbrëmje unë kam nejt në plazh. Në 7 mbrëmje me posën. Nga çka i kanë dhënë? Në 7 mbrëmje, thotë unë me pas dhomën gati, do të jem shumë mirë, super. Edhe habitën ata të recepcionit në rregull, që shkon në plazh. Nuk e kam problem. Shkon në plazh, rentan ditën, kthehet në ora 7 aty në recepcion, edhe kur mbrim te recepcioni,
e thot unë erdha me marr Chelsea për dhom, ai recepcionisti thot më fal veç 1 minutë se thirrej menaxherin se po do mu taku me ty. Po do me çit në hotelit. Edhe këtë e ka panika na thirr neve që u bute ku bu pse të drejt që tash e marrin vesh. Kur shkon menaxheri thot hajde me ta çit mas parin një kafe. Edhe me tregu që ta kena bo upgrade një dhomë që kushton para përsërisht një 15.000-16.000 euro, se na ke kry shumë punë që se ke marrë dhomën mëngjes. Edhe ai habitet për një javë kënaqet e bën një pushim shumë më të mirë se që ka planifiku, vetë pse ka pas që durimin mëngjes mos më shtyjm atë recepcionistin me thonë, hey, ama dhomën që tash se unë erdha. Okej, do me thonë ta kom parasysh kur të vi, javën tjetër. Edhe turqishtën ja ka nis me mësu ka pak. Ej, valla. Bravo. Që kur shkon aty, që të vyn ai asistent diçka për rezervime ose nëse dyn qysh dush e don. Po, rregull jena. Rregull jena. E sherifin me po. E don përshëndes. Shim Çipro. Na nisëm Çipro. Pra honën hin live për atje ti tregoj na fionës krejt venet që i kena poqës na i ka tregu na të qel gjomat se i vjen nxet. Ko gja shumë. Po të përshëndes mos e nita diçush ato. Vish kështu e heq xhemperin. Të përshëndesim edhe je i mrekullueshëm. Faleminderit për këshillin. Po, përndryshe stafin e ki alomat mrekullueshëm. Faleminderit këtë për të përshëndesin. Faleminderit të tonë, edhe na e përshëndesim krejve. Po na lidh shumë shpesh edhe në për pjesë të verës me Max Travel kur na shkon. Shkojna me boçeke në hotelet, thonë, "Jo, Denisë." Çfarë më smaja bëmë? Heq smaja se Milko ka shtuar në recepcion po blej. Jo, por kjo është shumë ngjarje e vërtetë edhe po, domethënë ata dinë me bë gjëra të tilla kur ti ka zonë. E përgëzoi spari klientin se ju ka dog diçka jo big deal, po për më përgëzu ma shumë janë edhe hotelit që e vlerësojnë në sjelljen e mirë të një klienti. Edhe më mirë se do një klient i tillë se nuk bëj probleme. Se domethënë ka agjencione të tilla që rreth s'di çush i marrin deli. Po kur e keni agjencion tillë i cili domethënë për kujdeset 24/7. Amo, derisa të shkot, disa të botë koha me shkucimi në Çipro. Ku po shkoj? Në Swiss Diamond. Nëse s'mundesh me shku për shembull e ki Swissin në qendër qytetit, në zemër të Prishtinës, se jo bashkë në qendër. Edhe ku mundesh me bo një mini deti, një mini pushim se e ki saunat, e ki spat, e ki pishinën, ki tretmanit ndryshme, përveç asaj dhe dhomat jashtëzakonshme as diskutohet, po për pas këtyre pakos që mundesh me shiju një vikend atje, keni edhe sallat e mrekullueshme, sidomos për ju që po mendoni me organizu fundvitin me kompani, me biznes, me çka do qoftë ose edhe me familje, telefononi 038 220 000. Telefonata e fundit për këtë javë është: Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo? Alo, përshëndetje. Unë jam nga Nim Sopjani. Nga Nim, vish koncentrohu në telefon, largo prej televizorit. Si edhe si kalon? Jam shumë mirë. Faleminderit se s'e disha kur jam rradh tash. Po jo e jeni rradh, je drejt për drejt jena tu bisedu. Për faleminderit. Je telefonu si. Hajde të lutna. Në vitin 2013 kam diplomu, flas 2 gjuhë uja, i kumonja 500 praktika, po punësën për gjojë që dhe djetë. Se bre nga me? Nuk e di çka po bëj. Ai ta bëj ti bëj një 2-3 pyetje. Çfarë pune kishe pas shef me bë mas pare? Diçka që më ndihmu njerëzve. Do të ishte shumë e mirë. Po cila është ajo? Po punë sociale, sepse unë kam kryer administratë publike dhe shkenca politike, më ka pranuar ndërkombëtarisht, mirë po punë so po gjoj. Ta plesh po më thënë ka bë me dikush. Ja brasuj, i ka tja po. Ç'është thuj, çfarë? As po e gjen punën që po e don. Ja me shkute hoxha të pupit të priftit të shrejo të i guru me shkute të sas për t'i që bëhet. Si do që t'jetë kjo është durimin që e për cilë se sako. Mu mas pari po më vjen shumë keq, se ka do më thonë raste tilla që kena në rreth, po në familje, edhe që njerëz tillë që dojnë me kontribu dhe që besa nuk pyesin pyetjen e parë me ta bë sa është rroka, po që thojnë unë po du me kontribua, ma shansën të kontriboj tani vlerësëm. Jon tunaj të shtëpia dhe po shpresojmë që dikush të ka dëgju edhe ka me thonë ka dalë se i kena do djemë dhe do vajza tilla që duhet me i punësu. Apo lejon se më falë pëse vajzës për një amin vajza po kërë më falë. Kjo është Sara është. Jo, kjo është ndryshe po tamë, ne më Fiona, se po të kutë. Fiona, sikur gruja Shrekut. Ty gjallë për të arë jamin. Unë jam Shreku.
Aha, alright, në rregull. Se shrek zemënesht i bërë me trishtu. E kom një studje për krejt call centrat shqiptar me leju me punu për shtëpis. A banë me bosët kërkes? Interesant po mdoget edhe kjo, po banë. Nëse ma kishë dimu që tu, i kishë bone quën fetare, thot se vap, mirësi, njerëz e lëk. Se që më s'pjo marrë ma shumë ko, se s'kena dhe shumë e një. Vetëm një fjallë punë ku me thonë. Hajde cila Do shta moshkujt, do shta famat të shesin trupin, moshkujt të shesin shpirtin. Mos arë këto. Hajde të shëndes, tung, kalov shpo, se do më thonë kur t'ja nis masanej me kalun që s'ja del kërkon, arrin të që kjo e fundit që e tha, ata që e kanë kuptu, ata që s'po dojnë me kuptu, mos të kuptojnë. Unë e po du m'ju falenderu juve që jeni të mrekullueshëm, faleminderit që e doni se cilin mendim edhe ato që e keni ka njerë brenda në zemër, edhe i ktheni në stil me hajgare, sikur dëgjuesi pak ma herët, se po nuk është e lehtë. Ju falenderit shumë që jeni pjesa më e mirë e këtij emisioni, mos harroni me bë ato që doni me bë gjithmonë, me jap shumë dashni, paqit, plot shëndet. Faleminderit edhe për një javë tjetër të mrekullueshme që gjithmonë jeni pranë nesh. Ndrojmë pak. Faleminderit shumë që gjithmonë jeni me Glam Radio, faleminderit shumë që jeni gjithmonë me programin e KTV-s. Po du me uru sot ditën e televizionit, është dita botërore e televizionit, kështu që shumë sukses e ekipit ton atje. Ne vazhdojmë me pjesën e dytë me Glam Radio në 86 edhe 102 FM. Përndryshe gjatë vikendit keni rubrika emisionit të jashtëzakonshme në Glam, na dëgjoni, ndërsa ne jemi të hënën nga Çipro.